kemi për detyrë të kemi kujtesë kombëtare. Kjo që shikojmë këtu është kujtesa jonë kombëtare, është një detyrë që duhet ta bëjë shteti. Në këtë rast e bën individi, do me thënë, shteti duhet i përullet individit. Këtë unë mendoj për sa shikoj këtu në këtë muze. Është fantastike të jesh këtu, sepse të duhet vetë sigurie në një botë tjetër, në një epokë tjetër që unë nuk e kam jetuar, se këtu objekte që ka koleksionuar Beni janë që të vitit 1900, por është bukur të njohim historinë nëpërmjet seleksionimit të këtyre objekteve. Objekte me cilat njerëzit janë rritur, i kanë shijuar në rrugë dhe realisht këtu shkëputesh nga realiteti, pra nuk jemi në 2024, po jemi tek bota që na ka sjell Beni në 1900 dhe në 1989. Demokracia nuk ka vend këtu. Në moshën 40 vjeçare, hodhi një hap tjetër në jetën e tij në fushën e pasionit edhe të nostalgjisë, duke filluar të koleksionoj mjete motorike, të cilat ishin përdorur në Shqipëri para viteve 90, si makina të ndryshme, motocikleta, bicikleta me motor, bicikleta, aksesor të ndryshëm të automobilizimit, si dhe dokumente të shumta autentike. Unë them edhe një mësim del nga kjo vizitë, edhe një angazhim për cilin do që viziton, që se cili mund të kontribuojë me gjëra që i konsideron të vjetra, apo jo, po cilat mund të pasurojnë këtë muzeum, që unë uroj që të jetë me përmasa kombëtare. Fati, dëshira dhe pasioni bën të mundur që ai të takojë me mjeshtrin Medi Halilaj. Që unë bashkë me mikun tim Medi kemi bërë për të grumbulluar mjete, motora, bicikleta me motor dhe bicikleta të thjeshta, të cilat janë përdorur në Shqipëri gjatë shekullit të kaluar, duke filluar datuar që nga viti 1900 deri në vitin 1990. Mendja e zgjuar dhe pasioni i Arbenit u bashkua me aftësitë mjeshtërore të Mediut si restaurator për të sjellë në jetë mjetet historike dhe të dy së bashku nisën rrugtimin e tyre të bukur e të vështirë për koleksionimin dhe restaurimin e mjeteve të vjetra auto. Janë të gjithë mjete motorike të cilat janë restauruar falë një pasioni, duke u kushtuar kohë, energji, dashuri, për të sjellë në jetë dhe për të dëshmuar të shkuarën e tyre të lavdishme dhe për të jetuar dhe të tashmen, për të treguar brezit të ri që këto mjete janë kaq elegante, kaq të thjeshta dhe kaq të bukura, i kanë rezistuar kohës dhe jo vetëm i kanë rezistuar kohës, po konkurrojnë dhe me mjetet e sotme, të cilat i përkasin një brezi teknologjik shumë të avancuar. Këtu janë grumbulluar me shumë dhe qëmtuar sende që mund të ishin hedhurina, mund të quheshin të shifra, të pa vlera, po që janë kthyer të gjalla, që tregojnë vlerat e një populli, historinë e një populli, qoftë në mjetet, qoftë me gjitha sendet të kuruara me kaq kujdes, këto i bën vetëm një person që quhet Arben Prajasi. Duke udhëtuar në çdo cep të Shqipërisë, duke u futur në përskutat e errta të bodrumeve me plot lagështi, ku koha i kishte harruar këto ikona, duke lënë në shoqërinë e vetmisë dhe të ndryshkut, duke vizituar shumë pika skrapi, të cilat këto mjete i mbanin për pjesë këmbimi, merrnin çdo gjë që ju interesonte. Këtu fillonte edhe beteja. Kthimi i tyre në identitet, duke i riparuar, rregulluar dhe restauruar me durim çdo mjet apo motor, dhe jo vetëm kaq, por duke i plotësuar me të gjitha pjesët origjinale,
për t'i bërë të mundur që këto mjete motorike t'i ktheheshin dhe t'u udhëtonin në rrugët plot kthesa të Shqipërisë, duke shpalosur elegancën dhe madhështinë e tyre, njësoj siç ishin 5-6 dekada më parë. Ne që i kemi prekur me dorë të gjitha këto mjete që ai ka restauruar, motorcikleta, bicikleta dhe gjithë shka tjetër që ka koleksionuar në këtë muze kaq interesant dhe të rëndësishëm, nuk mund të bëhet pa pasionin e njeriu të veçantë siç është Beni. Ky muze dhe kjo punë e jashtëzakonshme kërkon një përkushtim dhe një dashuri e cila është sjellë këtu nga Arbeni dhe nga bashkëpunëtorët e tij, dhe unë jam i kënaqur që jam pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm. Pasioni dhe nostalgjia bën të mundur që këto mjete, këto ikona të bukura, të rivinin përsëri në jetë, duke mposhtur shumë vështirësi profesionale, duke shpenzuar shumë kohë, duke konsumuar shumë energji dhe durim, duke ju falë këtyre mjeteve shumë dashuri, por t'i ringjallë edhe një herë. Dhe, më së fundi, ja dolën, duke krijuar Muzeun Ron, një emër që lidh të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Sot jemi në përurimin e albumit Shqipëria motorike në Muzeun Ron. Është një album i cili përmbledh punën 13 vjeçare. Qëllimi kryesor i krijimit të këtij muzeu dhe këtij fondi, duke patur parasysh jo vetëm mjetet që ne kemi, por dhe dokumentat të cilat u përkasin këtyre mjeteve, patentat, letë e qarkullimit, biletat, dokumentat të tjera të cilat, katalogët të cilat janë në funksion të këtij muzeu, është bërë vetëm me qëllimin e caktuar që tek ngjallin tek njerëzit kujtimet dhe nostalgjinë, sidomos tek brezi të cilit i ka jetuar. Ndodhemi në Muzeun Ron. Jam i befasuar nga ky aktivitet, i cili ka kërkuar një përkushtim të jashtëzakonshëm. Këtu sillet memoria e viteve me objektet të cilat kanë qenë përfaqësimi një kohe, janë pasqyrimi i atij realiteti. Ky është një muzeu ku në mënyrë konkrete shihet historia e shtetit shqiptar. Sepse këtu mëson që Shqipëria ka pasur industrinë e saj dikur, ka pasur bujqësinë e saj. Këtu mëson që Shqipëria ka pasur gjithashtu edhe kulturë, ka pasur sport, ka pasur art. Pra, këtu janë të gjitha këto mjete sende që kanë qenë trajektor dhe përçues të këtyre degëve kryesore që bëjnë të funksionojnë një shtet. Ishte kënaqësi e veçantë që mora sot në këtë pjesën e këtë ceremoni kaq interesante me rastin e botimit të albumit Shqipëria e vjetër motorike në Muzeun Ron. Është tregues shumë i rëndësishëm dhe i veçantë i pasionit që Zoti Prenjaci ka për të kultivuar dhe për të zhvilluar në një stad më të lartë trashëgimin që ka vendi ynë, që kemi ne të gjithë, për gjithçka kemi trashëguar nga e kaluara. Është një përpjekje jashtëzakonshme dhe meriton komplimentat më të mira të presidentit RB Security, zotit Arben Prenjaci, për këtë muzeum që ai ka krijuar me forcat e veta, që flet për historinë e zhvillimit të transportit para viteve 90, nuk do të mundej edhe një dikasteri tërë
për të mundësuar këtë koleksion të jashtëzakonshëm me vlera, me histori, kështu që vlerësime më ndaj i shkojnë presidentit zotit Prenjas. Në këtë ceremoni mjaft të bukur që ka organizuar Ben Prenjasi, ja vlejmë që edhe një herë ta falenderojmë për iniciativën që kësaj pasurie materiale kulturore të vendosur në Muzeumin Ron të kushtoj një album, për të cilin unë bashkë me punonjës të tjerë, fotograf dhe faqosës të Mediaprintit, arritëm të realizojmë një objekt që do të ngelet në llojin e tij i pavdekshëm, sepse përfaqëson një monument për tëra vlerat e këtij muzeumi që ka ndërtuar Arbeni. Historinë sigurisht thonë që e bëjnë historianë. Historianët e bëjnë duke marrë dokumente nga arkiva dhe ja japin njeriu që njeriu ka imagjinoj atë që shkrua historiani. Por u mungon lënda materiale, sepse imagjinon ato që shkruan në librat dhe në dokumentet e historianit. Për ta materializuar atë, kërkohet një Arben Prenjasi, që t'i bjerë lëndën materiale të gjitha këto, motorat, makinat, mjetet, armët, dokumentat e tjerë t'i bjerë në mënyrë konkrete. Për t'i thënë atij që lexon, mos e vri mendjen shumë. Historia është kjo. Pra kjo është historia materiale. Ajo tjetra që thamë në fillim është historia e kartave, e arkivave. Ajo e para pak të dytën nuk bën dhe nuk e plotëson historinë. Të dyja së bashku janë komplementare dhe ta japin historinë, ta lexosh por dhe ta prekësh. Muzeu Ron tregon se pasioni dhe nostalgjia do të rojnë breza. Ron është emri i djalit Arbenit, gjë që tregon se koleksionimi do të trashëgohet ndër breza. Kjo vepër kaq e madhe e krijuar me kaq shumë përkushtim nga Arbeni dhe Mediu, ringjall kujtimet e një brezi të shkuar njerëzish, të cilët ndan udhëtimin e tyre në jetë së bashku me këto mjete të veçanta dhe të bukura. Çdo vizitor i këtij muzeu gjen veten e tij ose të paraardhësve të tij në këto vlera të pachmuara historike, të cilat vuajnë para syve të publikut dhe thonë: jetuam edhe ne, jetuam të shkuarën, po jetojmë të tashmen, do të jetojmë edhe të ardhmen. Kënaqësinë që të shikosh këto mjete kaq të motshme, bashkë me aksesorët dhe dokumentet origjinale, ju a mundëson vetëm Muzeu Ron. Ky muze duhet të jetë një vend që duhet vizitohet, jo vetëm nga ta pasionuarit e mjeteve motorike, por duhet të vinë deri edhe nxënësit e shkollave, duhet bëhet një vend pelegrinazhi. Përshëndetje, urime realizutit zotit Arben Prenjasi për këtë gjë të mrekullueshme që jep. Jemi të kënaqur për punën që kemi bërë për gjatë këtyre 13 viteve, pasi kemi mundur që të ngjallim kurreshtjen, dëshirën dhe kujtimet e shumë dhe shumë njerëzve. Faleminderit të gjithë bashkëpunëtorëve, të cilët kanë marrë pjesë dhe na kanë ndihmuar për të realizuar këtë fond të veçantë, i cili ngjall kujtimet, dëshirat dhe pasionet. Faleminderit.